Prej virtyteve të Imam Rizait, paqja qoftë mbi të. Ibrahimi i biri Abbasit, një prej bashkëkohësve të Imam Rizait, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Nuk e kam parë kurrë Imam Rizain të sillet ashpër me dikë, as me një fjalë të vetme. Nuk e kam parë ndonjëherë ta ndërpres dikë gjatë të folurit, por e linte të mbaronte fjalën. Nuk ka refuzuar asnjë kërkesë që kishte mundësi ta plotësonte. Nuk i ka zgjatur kurrë këmbët përpara ndonjë personi që rrinte me të dhe nuk rrinte i mbështetur kur kishte njerëz të pranishëm në të. Nuk e kam dëgjuar kurrë të shajë ndonjë nga shërbëtorët e tij apo të dashuritë e tij. Nuk e kam parë kurrë të pështy dhe as të qesh me zë të lartë. Buzëqeshja e tij ishte mënyra e vetme e të qeshurit të tij. Paqja qoftë mbi Imam Rizain."